shteti funksional, ke demokracia funksionale, ne nuk e kemi atë. Ta themi shumë drejt, ta themi shumë pastër. Dhe kemi dhe një element që dim fare mirë neve, dhe do ta shohim rrugës, ndoshta edhe mund ta elaborojmë, kemi një problem tjetër të madh. Neve krimin elektoral në Shqipëri nuk e hetojmë. Nuk shkon deri në fund. Po pse nuk po hetojmë? Nuk po hetojmë sepse aty ku të çojnë tentakulat e krimit janë partitë politike, janë oligarkët. Ti pyesim organet. Unë di që krimi elektoral i 2021-shit janë dosit aty, mbaroi legjislatura, shkon 4 vjet, akoma se ne tu. Për çfarë na duan tashti? U krye efekti i këtij krimi. E bëri të keqen. Dhe çfarë ndodh për më tepër? Jo vetëm bëri të keqen, djesi ta përfundoi. Po dha shembull dhe për 2025-ën. Që thot, vazhdo bëje krimin se ne nuk do të hetojmë. Po ja këto hetimet që sekuestrimet e celularëve, këto arrestimet që po bën spaku jo. Po hajde hetim ca pudër, edhe të mendojmë se po bëjmë diçka. Kush është operacioni që duhet thelbësor? Konkretisht. Neve patëm një situatë ku kryeministri fali gjoba 3 ditë para zgjedhjeve. Çfarë tha? Pati një deklaratë, veprim larg qoftë, veprim. Po në deklaratë. Pati një deklaratë, në i qëndrim dikush, në i KQZ, në i SPAK, në i diçka, në i task force, kemi fjalë. Askush. Ndodhi një rast. Ne nuk e dim nëse diçka po hetohet, sepse ajo nuk besoj se ka nevojë për deklaratë, por nëse hetohet. Mbas 5 vitesh, patjetër më si pasaportë europiane në 2030-ën, patjetër. Po mirë, ka bërë Rama fushatën. Patjetër më patjetër. Pas 4 vitesh nuk ka nevojë fare për fushatë, do marrë direkt në dorë atë pasaportën. Ore, kemi qenë në diktaturë 45 vjet. Baballarët tanë, gjyshit tanë mbajnë mend. Kemi qenë përpara, ky brez ka qenë. E din fare mirë se çfarë do të thotë. Duam të kthehemi prapë atje, po më mund të rrshkasim prapë në diktaturë. Patjetër, por të rinjt tanë nuk po duan. Dhe të rinjt tanë po hikin. Dhe nuk po i ngrejnë më jetët këtu. Po largohen masivisht. Duam ne të shuhemi, po më dhe mund të shuhemi për gabime që bëjmë në vendimarrje. I kemi bërë përpara, vazhdojmë të bëjmë me veprime dhe mos veprime. Kujtoj një tjetër fakt, mbani mend një drejtore shkolle që çonte mësuesit në miting të Partisë Socialiste dhe thonë merrni edhe 5 nxënës me vete. 2021-shin. Tani. Apo tani. Po tani më pak javë përpara. U tha gjë për këtë? Nxënës më, fëmijët tanë. Ne çon shkollë për të shkollu, këta i marrin miting partie politike, s'ka rëndësi cilës parti. Këtë rast Partisë Socialiste. Ne shohim nëse do ketë veprim. Çfarë pati? Ore, po çfarë bëri? Me të gjetë në rrugë pa një kartë identiteti, me vete, policia të merr rajon dhe të shoqëron. Po në këtë rast asgjë, bëhet fjalë për të mitur. Tashti, nëse neve nuk veprojmë, nëse neve nuk tregojmë veprim, kështu llafe të bukura dhe prit sa të qethen viçat, këto nuk kanë më vlerë. Drejtësia ka dhe një detyrë, nuk ka vetëm të ndëshkojë. Drejtësia ka detyrë që të ndrojë modelin, se nëse qëndron ke ky model, që ti bëje krimin elektoral, po fitove, ne s'do të hetojmë. Atëherë çfarë ndodh? Që detyron forcën politike që bën krim, që të vazhdoj të bëj krime dhe të fitojmë me dhunë dhe me fortë, që të mos hetohet dhe të ruhet nga drejtësia. Është cirkull vicioz ky. Të rinjt tanë kanë kuptuar. Thënë Shqipëria, juve si keni bërë këto sisteme, nuk bëheni ju. Juve pra juve. Kjo është çështja juve. Ju brezat. Jo ju e unë, por brezat e vjetra. Brezat e vjetra që kanë kriju këto sisteme dhe kanë prodhu këtë Shqipëri kështu siç është. Me veprime dhe mos veprime. Patjetër detyra e parë dhe përgjegjësia e parë i takon Partisë Socialiste 12 vjet qeveri. Keni sjellë një Shqipëri të pajetueshme, një Shqipëri pa shpresë, ato po ikin, shumë qetë, nuk po bëjnë zhurmë fare ata. Marrin avionin, largohen, të fala, shifemi ngushtë një 10 ditë, na quani turist po doni, na numëroni, ndaç mos na numëroni, Ikin, po ne jetët tona i kemi atje. Kjo është fatkeqësia kombëtare. Po ne për këtë duhet të flasim mëngjesit deri në darkë, se ne po rrim dhe fitoi ky ushtun ilaçet sot në spitale, meqense u fitu. Ka më shumë ilaçe sot. Çfarë ushtu? U përmirësu jeta. I kisha 2 miq, se i kam miq. Janë moshë më të madhe se unë. Po miq i kam. Janë votues Partisë Socialiste. Nuk ka si problem. Ne jemi pro pluralizmit. Shumë mirë voton një parti tjetër. Të gëzuar për arsyet e tyre tifozliku. Po kjo nuk është punë Tirana Partizane. Kjo ka rëndësi më të madhe në jetë. Dhe unë i pyeta me shumë qetësi. Tani që fituat për herë të 4. Vajza dhe djali që jetojnë të dyve në Kanada, në këtë rast. Do kthehen ta? Jo, tha ta i kanë jetët atje tani. E çfarë bëre? E ç'duhet ky tifozliku jot ashtu? Fëmijët e tuaj nuk e kanë më jetën këtu. Pse? S'ke ditë të tërtosh një terren që ato ta kenë jetën këtu. Në qartë. Doktor. A do bëjmë diçka për këto kalamajt tonë? Apo do i shohim vetëm me WhatsApp? Kjo është pyetja.
Do bëjmë diçka për këtë vend apo le të shkretohet ky vend? Ja pra do bëjmë pasaportën europiane, thotë. Po pra që